Një tjetër episod tensioni ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku loja dhe intrigat shkojnë përtej thjesht strategjisë dhe bëhen përplasje reale mes banorëve. Alba dhe Labinoti, duke dashur të luajnë me taktika dhe të fshehin disa sende nga Arditi, i njohur si një nga banorët më problematik dhe më impulsiv, kanë ndezur një situatë që tashmë po mbushet me ankth dhe tension të madh. Gjithçka filloi kur Alba dhe Labinoti vendosën të fshehin bokset e Arditit, një veprim që në pamje të parë mund të duket si lojë e lehtë, por për Arditin nuk ishte asgjë e vogël. Ai është një nga banorët më të ndjeshëm ndaj fshehjeve dhe çdo gjë që mund të duket si mashtrim ose tradhti e vogël mund ta nxjerrë jashtë kontrollit. Kujtesa e tij nuk e tradhton. Herën e kaluar, kur ju fshehen lugët, situata bëri nam në shtëpi, duke krijuar debate të forta dhe tension të madh mes banorëve. Sot, kur Alba dhe Labinoti tentuan të fshehin bokset, Arditi e ndjeu menjëherë se diçka nuk shkonte. Shikimi i tij u ashpërsua dhe atmosfera brenda dhomës u mbush me një tension të dukshëm, të cilin banorët e tjerë mund ta ndjenin edhe pa fjalë. Ai nisi të pyeste, të kërkonte sqarime dhe të kërkonte t'i riktheheshin gjërat në vend. Çdo lëvizje e Albës dhe Labinotit, çdo heshtje apo përpjekje për të qetësuar situatën, vetëm e shtonte irritimin dhe ankthin e tij. Ky episod tregoi një tipar të veçantë të dinamikës së shtëpisë së Big Brother. Disa banorë janë strategjik dhe të kujdesshëm, ndërsa të tjerët janë impulsiv dhe të ndjeshëm ndaj çdo fshehje apo manipulimi. Për Arditin, fshehja e sendeve nuk është thjesht një lojë, është një sfidë ndaj kontrollit dhe ndjenjes së drejtësisë që ai ndjen brenda shtëpisë. Ndërkohë, Alba dhe Labinoti duket se e kanë kuptuar lojën, duke tentuar të masin limitet e tij, por çdo hap ka pasoja dhe çdo fshehje mund të kthehet kundër tyre. Banorët e tjerë që ndodheshin përreth u shokuan nga mënyra se si tensioni u ngrit kaq shpejt. Disa u përpoqën të